gra që duan të largohen nga një marrëdhënie apo nga bashkëshorti, por prap qajnë për partnerin. Çfarë do të thotë kjo? Gratë nuk qajnë sepse ato nuk janë të sigurta. Ato qajnë sepse kanë dashuri më shumë se ç'duhet. Ajo qan kur vendos të ndahet, jo sepse se do më, por sepse ka dashur derisa ka mbetur duke dashur vetëm ajo. Gratë qajnë për luftën që e bëjnë vetëm, për fjalët që i shpërthejnë gjoks, por që nuk e thanë kurrë, për shpresën që i mbajti gjallë dhe kur marrëdhënia ishte e vdekur. Ajo qan për ato netët që priste pa gjumë që të ndryshonte, për premtimet që s'u mbajtën, për dashurinë që i duroi dhe nuk u kthye mbrapsh. Gratë qajnë sepse ikja s'është fitore. Është dëshmi që ato nuk patën më fuqi të drejtojnë një anije e vetme. Ajo qan për versionin e të dyve që nuk u bë kurrë, për atë shtëpi që e ndërtoi me mendje, për familje që e shikonte në ëndër, për dashurinë që nuk ishte aq e madhe sa t'i shpëtonte. Gratë qajnë sepse edhe kur ikin, zemra e tyre mbetet pas edhe pak, sepse truri merr vendimet, por zemra ka ritmin e vet. Ajo qan për të gjitha herët që nuk e vlerësove, për heshtjen dhe plagët dhe britmat që ja dhe çdo ditë padukshme. Gratë ikin në fund, jo nga dashuria që mbaron, por nga dhimbja që mbetet e madhe dhe më e madhe se dashuria. Dhe kur ajo ikën, ato prap qajnë, derisa të mos kenë mbetur më asnjë lot. Dhe pastaj çfarë bëjnë? Ngrejnë kokën dhe kuptojnë se duhet të zgjedhin vetë.